Ky emision mundësohet nga Një përshëndetje shumë e madhe për të gjithë ju që sa po filluat në ndiqni. Unë jam Albina Zeneli dhe do jem në vazhdimsi me ju për t'ju treguar më të rejat nga bota e artit, kulturës dhe showbizit. Faleminderit shumë Okrat Woman dhe Gjeneta që për këtë javë jam përkujdesur për veshjen dhe dukjen time. E një falenderim si gjithmonë që nuk përtoj me e bo, ju shkojnë për atyre që e bëjnë punë realizimin e në Zoom, pra partnerët tanë besnik, logët e të cilve i keni parë në hyrje, por mund të shihni edhe këto poshtë ekranit. E ty shikues po të them që në storyn e parë kemi përgatitur diçka shumë interesante, sa i përket premierës së filmit dokumentar që flet për luftën. Isha 10 vjeç, mban emrin, detajet do i kuptojmë së bashku tani se kush do jetë e ftuar këtu për të treguar shumë sa i përket kësaj premiere. Më 30 mars, Cineplex u mbush me njerëz të fushave të ndryshme, të cilët ishin mbledhur për të ndjekur premierën solemne të Isha 10 vjeç, një film me regji të Velibor Çović. Të pranishëm ishin zyrtar të lartë shtetëror, diplomat ndërkombëtar, artist dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga Kosova dhe Mali i Zi. Ky eveniment kulturor u mbajt nën patronatin e ambasadorës së vullnetit të mirë, Elvana Shala, e cila me të arritur në skenë i tha disa fjalë. E nderuar kryetare e Kuvendit të Kosovës, Nona Haxhiu, i nderuar ministri i diasporës, Sali Gazemović, të nderuar ministrat të qeverisë së Kosovës, Sali Haxhiu, Demiri Zoti Rashić, Shkëlqësi, ambasador, Mali i Zi, Gjermanisë, Britanisë, Luksemburgit, Francisë, Italisë, Belgjikës, Hungarisë, Holandës, Bullgarisë, Finlandës, Slovenisë, Turqisë dhe Greqisë, të dashur zëvendës ambasador, deputet të Kuvendit, shefat të organizatave ndërkombëtare, shefi i Lexit, Zoti Vazhano, shefi i Europës e tjerë, të nderuar prokuror, përfaqësues të policisë së Kosovës, programës, artistë nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi dhe Turqia, përfaqësues të shoqërisë civile, zonja dhe zotëri. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që sonte jemi mbledhur në Shqipëri në një vepër të veçantë artistike. Një vepër që na mëson të reflektojmë mbi një periudhë të ndjeshme të historisë së tonë. Vitin 1999, një kohë sfiduese që prekur tërësisht jetët e shumë qytetarëve të Kosovës. Filmi Isha 10 vjeç në regjinë e Velibor Çović sjell në vëmendje një aspekt të rëndësishëm të asaj kohe, solidaritetin dhe mbështetjen që ofroi Mali i Zi për mirën të gjatë nga Kosova, duke hapur dyre për më shumë se 100.000 prej tyre, pa dallim feje apo etnie. Ky akt përfaqëson një shembull domethënës të humanizmit dhe përgjegjësisë ndërnjërzore, duke dëshmuar se edhe në kohë sfiduese, vlerat universale si solidariteti, mirëkuptimi dhe bashkëjetesa mund të vizojnë. Filmi trajton përvojat e fëmijëve të zhvendosur, duke sjellë një perspektivë të sinqertë dhe të ndjeshme mbi realitetin e asaj kohe. Përmes këtyre rrëfimeve, ai kontribon në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe forcimin e ndërgjegjës tonë për rëndësinë e paqes dhe stabilitetit, e të bashkëpunimit ndërmjet vendeve dhe popujve tanë. Për mua personalisht, ky film ka një vlerësim të veçantë, ka si përfshin një pjesë të historisë
sime personale. Megjithatë, ajo që e bën këtë vepër të rëndësishme nuk është vetëm dimensioni individual, por mesazhi i saj më i gjerë, një mesazh që se i kalon kufit dhe i flet drejt për drejt. Vlerave universale njerëzore e mbi të gjitha na vendos përpara një reflektimi i ndryshëm. Reflektimin e së kaluarës sonë të lartishme, luftën e pastër dhe sakrificën e një populli të tërë për liri dhe pavarësi. Reflektimin mbi të tashmen progresive, të qëndrueshme dhe me vizion të qartë për të ardhmen tonë drejt një shteti të njohur e të pranuar në çdo aspekt në arenën ndërkombëtare. Zonja dhe Zotin, në një kohë kur dialogu, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi rajonal mbetën thelbësor për të ardhmen tonë të përbashkët, iniciativat të tilla kulturore dhe artistike luajnë një rol të rëndësishëm në ndërtimin e urave të komunikimit dhe promovimin e vlerave që na bashkojnë. Pas Silvanës, disa fjali tha dhe kryetaria e Kuvendit të Kosovës, zonja Albulena Haxhio. Mirë se keni ardhur në Republikën e Kosovës. Nderuar ambasadori i Vullnetit Mirë për Kosovën, zonja Elvana Shala, nderuar ministra të kabinetit qeveritar, deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, shkërqësi, ambasador, miq të Republikës Kosovës, të nderuar përfaqësues nga sistemi gjyqësor, sistemi prokurorial, policia e Republikës Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve tjera në Republikën e Kosovës, organizata të shoqërisë civile, të nderuar pranishëm, por edhe media që po e përcjellni këtë aktivitet. Në traditën tonë, mikpritja nuk është shpjeguar kur me fjalë të mëdha. Ne jemi brumosur me idenë se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Dhe kjo është përcjellë brez pas brezi dhe është vënë në sprovë edhe në momente të vështira historike. Në pranverën e vitit 1999, mbi 1 milion qytetarë Kosovës u dërguan me dhunë nga shtëpitë e tyre si pjesë e fushatës organizuar të spastrimit etnik nga regjimi i Serbisë. Familje të tëra u detyruan të largohen brenda pak orësh, duke lënë pas gjithçka që kishin ndërtuar. Kolonat e gjata të njerëzve që u detyruan me dhunë të kalonin kufi janë ende të testa në kujtimet e secilit që i ka parë, por edhe që i ka përjetuar. Janë të presta edhe këtu në mesin tonë, sidomos për ne që kemi qenë gjallë në atë periudhë të vështirë për popullin e Kosovës. Në ato ditë kur njerëzit dilnin nga shtëpitë pa ditur nëse do të ktheheshin ndonjëherë, kur fëmijët mbanin mend vetëm rrugën dhe frikën, dikush u hapi derën. Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali Zi hapën dyert dhe ofruan strehim për popullin tonë. Edhe njerëzit e rëndom të shteteve fqinje u organizuan për të ofruar një pritje e cila për ne ishte krejt e natyrshme. Ndërka që edhe shtetet fqinje ngritën kamper ku gjatësh në Shqipësi për të ofruar strehim. Kjo pra nuk ishte vetëm një përgjigje organizuar, por reagim i gjerë shoqëror i mbështetur në një parent të thjeshtë se njerëzit të nevojë duhet të ndihmohen. Filmi që do të shfaqet sonte me titullin Isha 10 vjeç me regji të Veli Vojçović ndalet pikërisht në këtë dimension të përbërës sonë. Ai ndjek historitë e fëmijëve që mbritën në mal të zi dhe u pritën nga familje që morën një vendim të drejtë për drejtë, pa kalkulim dhe pa asnjë hezitencë. Në këto histori shfaqen edhe dy nocione që kanë qenë pjesë mënyrës sonë të vjetuarit, besa për të mos haruar atë që është bërë për ty dhe nderi për të vepruar drejt kur tjetri është në nevojë. Është e rëndësishme të theksohet se këto rrëfime nuk e ndryshojnë thelbin e asaj që ka ndodhur në Kosovë. Dëbimi mbi 1 milion qytetarëve, krimet ndaj civilëve dhe shkatrimi vendbanimeve janë pjesë e dokumentuar e një politike shtetërore. Por në të njëjtën kohë, këto histori tregojnë se edhe në një kontekst të tillë,
ka pasur veprime që kanë ndjekur një logjik tjetër, atë të solidaritetit dhe përgjegjësisë njerëzore. Veprim ky i cili mbajti njerëzit tanë në këmbë kur gjithçka ishte e rrëzuar. Në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës shpreh mirënjohjen time të thellë për gjithë qytetarët e Malit Zi që hapën shtëpitë e tyre dhe ofruan mbështetje konkrete për rreth 100.000 refugjat nga Kosova. Uroj që t'u kthejmë në të mira e në gazinën. Faleminderit Elvana që na keni vlerësuar këtu. Filmi dokumentar i regjisorit Velibor, i cili trajton përvojat e refugjatëve nga Kosova dhe solidaritetin e Malit të Zi gjatë vitit 1999, është përblyer me çmim special në New York International Film Festival për kontribut të jashtëzakonshëm në dokumentar. Ai sjell rrëfime prekse të fëmijëve të zhvendosur dhe kujton periudhën kur Mali i Zi ka strehuar mbi 100.000 refugjatë nga Kosova. Pak para hyrjes në sallë, Nzume ndali shalën për një prononcim. Kretë kjo ngjarje ka të bëjë pak edhe me jetën time personale dhe me faktin që unë në kohën e luftës isha pikrisht 9-10 vjeçare aty diku dhe kam qenë njëra nga refugjatet që është strehuar në Mal të Zi. E kujtoj me shumë nostalgji atë pjesën, pse kam qenë shumë e vogël fëmijë, por kam kujtimet më të mira të gjithë mirëseardhjes dhe akomodimit që është bërë në atë kohë dhe ashtu siç u tha edhe gjatë fjalimeve i kemi shumë borxh të gjitha shteteve të cilët na kanë strehuar gjatë kohës së luftës në Kosovë, sidomos Malit të Zi, dhe ati rajoni shqiptar. Unë uroj shumë që ky film, siç e thash gjatë fjalimit, të jetë në një reflektim për secilin prej nesh se sa e rëndësishme është historia jonë, sa shumë duhet ruhet ajo dhe natyrisht duhet kemi shumë kujdes kur flitet për të kaluarën tonë. Dhe duhet jetë një reflektim mbi atë se si duam të jemi si shtet në të ardhmen. Ndryshe, salla filloi të mbushej dhe ndiqeni disa pamje ekskluzive për të kuptuar interesimin e madh të audiencës për ta ndjekur nga afër këtë prodhim filmek aq të ndjeshëm. Tema javës edhe këtë herë ka të bëjë me Gjestin dhe me krejt problemet që ai ka pas së fundmi me Onima. Emri i tij po vazhdon të jetë një ndër emrat më të spikatur në Riyadh. Ai nuk po gjen dot rahati me problemet e karrierës së kaluar. Nëse flasim për Onima, ata duket se nuk po lëshojnë pe, derisa ta dëmtojnë artistin që dikur janë krenuar me sukseset e tij. Përplasja mes kompanisë muzikore dhe artistit Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, po vijojnë të tensionohen. Ndërsa drejtuesi i kompanisë Erkand Shabani ka reaguar publikisht përmes disa postimeve në Riyadh, duke bërë të ditur se ka dorëzuar pranë organeve të rëndit disa fakte të reja që sipas tij lidhen drejt për drejt me këtë çështje. Të hënën që lan pas, Besart Kelmendi ka dërguar në prokurori provat dhe dëshmit që sipas tij dhe avokatit do të tentojnë ta zbardhin këtë rast. Ama nëse përmendet marrëveshja që fituesi edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania ka pas me kompani në fjalë, ajo kontratë sipas Gjestit ka qenë pa dijenin e tij. Shikoni postimin e reperit nga Peja ku ka paralajmëruar pa di. Por ç'ka ndodhi më tutje me këtë ngjarje? Sot dhe kena bo një kallëzim penal ndaj kompanisë Onimes, edhe kur gjo s'për lypën ma shumë, as ma pak, thjesht vish drejtën temë edhe më koni lirë. Kur gjo vish parët e mija thjesht. Në anën tjetër, pronari Onima pretendon se ekzistojnë video e madje ande me zë që dëshmojnë dhunën dhe dëmet materiale që Gjesti ka shkaktuar në zyrën e tyre.
Në të njëjtën kohë, Shabani ka akuzuar edhe disa artistë që kanë qenë pjesë e një fushate publike që sipas tij e kanë nxit arsyetimin e dhunës e kanë shpërndar informacione të pavërteta në publik. Në këtë reagim që po shihni tani, ai përmend disa emra të njohur të skenës muzikore me syre: Zanfinën, Tajnën, Yll Limani, Vesa Luma, Gjeneta, Gjibani, Oriola Marashi dhe Besa Kogdhima. Ajo që bie në sy është padyshim për kraja e madhe që Kelmendi po pranon nga fansat dhe këtë dëshmojnë edhe ndjekësit të shumë që ka pasur rritje në Instagram. Por një gjë që ka premtuar Gjesi është pikërisht prodhimi i projekteve të reja, qoftë edhe nga TikTok dhe Instagram, por ai nuk do t'ju mungoj gjatë fansave të tij e deri atëherë shumë suksese për të. Pas suksesit me 4 pika të Maka Mobile në qytetin e Pejës, themeluesit kanë vendosur me na gëzu që edhe në kryeqytet ta kemi një Maka Mobile ku do të drejtohemi për telefonat mirë, cilësor dhe me çmim shumë të arsyeshëm. Hapja një pike të re të teknologjisë në kryeqytet ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe dashamirëve të pajisjeve mobile. Maka Mobile ka inauguruar dyqanin e saj më të ri në Prishtinë, duke sjellë kështu një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimësh moderne për gjithë klientët. Në një atmosferë festive, me praninë e mysafirëve të shumtë, përfaqësues të bizneseve dhe qytetarëve, ceremonia e hapjes u shoqërua me prezantime të produkteve më të fundit në treg, ofertave speciale dhe surpriza për të pranishmet. Themeluesit e Maka Mobile theksuan se synimi i tyre është të ofrojnë cilësi, besojshmëri dhe shërbim profesional për çdo klient. Mirë se keni orë, me pikën më të re në Ulpion, vazhdojmë pas suksesin me 4 pika të reja. Me pak fjalë, dyqani i ri pritet të bëhet një pikë referimi për të gjithë ata që kërkojnë telefona të mençur, aksesor dhe shërbime teknike, duke ndjekur trendet më të fundit të teknologjisë. Me këtë hapje, Maka synon të forcoj edhe më tej prezencën e saj në tregun vendor dhe do të jetë më pranë klientëve të Prishtinës. E juve nuk ju mbetet asgjë tjetër veç se të kënaqeni me ofertat e fundit të Maka Mobile më të mira dhe cilësore. Nxitoni, bëni zgjedhjen e duhur.